Dëshmitar të Jehovait në Shqipëri mbajnë në kongresin e tyre rajonal, këtu në Vlorë, i cili është kongresi i tretë pas 2 kongresa që u zhvilluan gjatë muajit maj, një në Tiranë edhe një në Kosovë. Për çfarë flitet në këtë kongres? Tema e kongresit është për besnikërinë. Besnikëria ju kontribon në lidhjeve miqësore, lidhjeve familjare, po mbi të gjitha lidhjes me Perëndinë. Dhe pak a shumë cilat kanë qenë temat mbi besnikërinë që janë folur. Për shembull, sot gjatë mëngjesit u fol edhe për disa cilësi të tjera që kontribojnë në besnikërisë, si për shembull dashuria, vetkontrolli, mirënjohja apo edhe mirëdashja. Në familje apo në përgjithësi? Në të gjithë shoqërinë, sepse vërtet kemi shumë nevojë për cilësi që kontribojnë marrëdhënieve të mira me njëri tjetrin. Një pikë ulmore gjatë mëngjesit ishte edhe fjalimi për publikun kur do të triumfojë dashuria besnike mbi urrejtjen. Madje ky program është prezantuar në formë fjalimeve, por edhe me 35 video të shkurtra dhe 2 filma më të gjatë, një prej të cilëve po e shikojmë edhe tani. Kemi qenë shumë të kënaqur që pjesëmarrja në këtë kongres rajonal këtu në Vlorë kishte pjesëmarrje nga Fieri, nga jugu i Shqipërisë, edhe rreth 1500 të pranishmit sot kanë gëzuar këtë program.